Përshëndetje, unë jam Angela, jam një personal trainer, mirë se erdhët në kanalin tim. Mos harroni të bëni një subscribe, like dhe koment poshtë çfarë video dëshironi të shihni në këtë kanal. Nuk do shihni vetëm ushtrime, receta gatimi apo tematika që për sa i përket profesionit tim. Do të shihni edhe nga rutina ime apo si një mami, grua, si të gjitha ne. Kështu mos harroni të më bëni një subscribe, like, koment dhe ndizeni atë zile që t'ju vijë njoftimi sapo unë të publikoj diçka. Atëherë, tani shkojmë drejt në temë. Sot do flasim për një tematik pasi jam hasur në rrjetet e mia sociale, kur edhe në inboxet apo edhe në live-et që unë bëj shpesh si dhe këtu në YouTube apo në rrjetet sociale si TikTok dhe Instagram. Shpesh, jo vetëm nga mamat, por edhe nga adoleshentët, më vijnë mesazhe për urinë e pakontrolluar. Pra, tema sot është uria e pakontrolluar dhe pse e kemi këtë problem dhe a mundemi ta luftojmë këtë problem? Patjetër që po. Më ndiqni. Uria e pakontrolluar nuk është thjesht një reagim i trupit. Ajo shpesh pasqyron një tension, një emocion të brendshëm që na ndodh, një boshllëk, si për shembull, ankthi, pagjumësia, stresi e të tjera si këto. Shumë prej nesh jemi të vetëdijshëm që kjo uri e pakontrolluar na shfaqet gjatë momenteve lodhje ankthi, depresioni e të tjera si këto, jo sepse trupi ka nevojë për ushqim, po sepse trupi kërkon qetësi dhe vëmendje. Kjo uri ku shfaqet na e bën super të vështirë dallimin midis urisë së vërtet dhe asaj emocionale. Çfarë dua të them? Trupi kërkon uri të vërtet, kur kemi vërtet uri që trupi ka nevojë për energji, ndërsa emocionale do të thotë kur ne konsumojmë ushqim pa vetdije, në çdo moment, në çdo kohë. Dhe kjo është ajo gjëja që ne na përkeqëson dhe shëndetin, duke efektuar disa kohë, orare apo ushqime që ne konsumojmë. Ndonjëherë është shumë e vështirë t'i themi stop kësaj urie të pakontrolluar, sepse duhet patjetër reflektim dhe të dëgjojmë sinjalet e trupit dhe mendja na dërgojnë dhe të kuptojmë të vërtetën të kësaj që ne na shtym për të konsumuar ushqim. Pra e kemi vërtet të vështirë në shumë raste kur kemi depresion apo ankth, apo dhe problematika të tjera që i diskutuam pak më parë, është shumë e vështirë që ne të reflektojmë dhe të stopojmë atë çfarë jemi duke bërë kundrejt ushqimit. Pra, zgjidhja nuk vjen kundrejt ushqimit apo rregullimit të ushqimit. Kjo zgjidhje që ne duhet ta menaxhojmë më së miri është zgjidhja që ne duhet të punojmë me veten tonë. Dhe gra, uria e pakontrolluar nuk ndalohet me forcë. Më dëgjoni me vëmendje. Uria e pakontrolluar, vajza, nuk dalet me forcë, por me vetdije. Çfarë dua të them me këtë? Se dëgjojmë gjithandej në rrjetet sociale apo nëpër televizor të shumta ku flasin për urinë dhe si ta kontrollojmë. Do mundohem të jem me fjalë sa më të thjeshta që ta kuptojmë. Ta kuptojmë dhe të reagojmë njëkohësisht. Hapi i parë i rëndësishëm është që ne të kuptojmë kur e kemi urinë e fizikut, që dua të them, çfarë do të them me urinë e fizikut, që ne na vojitet energji, jemi të lodhur dhe trupi kërkon ushqim për të patur energji dhe kujdes, duhet të jemi të vetëdijshëm kur uria vjen nga mendja. Pra, ne jemi të lodhur, të mbi ngarkuar, kemi një shef, diskutim apo ndjehemi të humbur, përgjumësh dhe fillojmë të konsumojmë ushqime që realisht trupit nuk i nevojiten. Isha e qartë? Në këtë rast si duhet të veprojmë? Stopojmë, marrim frymthell, reagojmë. Si duhet të reagojmë? Të kuptojmë që çfarë veprimi jemi duke bërë. Për hapin e parë, që të dallojmë urinë e trupit me urinë e mendjes, çfarë duhet të bëjmë? Më ndiqni me vëmendje. Krijimi i një rutine të shëndetshme ushqimore, hidratimi dhe një gjumë të ekuilibruar do na shkojnë drejt një hapi shumë të rëndësishëm për të luftuar, në thonjza, urinë e pakontrolluar. Por, diçka akoma më e rëndësishme është dhe kujdesja e emocioneve që ne kemi, reduktimi i stresit dhe gjetja e qetësisë. Që gjetjen e qetësisë mund ta gjeni me anë të një aktiviteti fizik, si për shembull ushtrime në shtëpi, apo një ecje në natyrë, apo vajtja në palestër. Çdo aktivitet fizik shkon e ndihmon dhe redukton dhe stresin, por njëkohësisht qetëson trupin dhe mendjen. Mëso të ndalosh, shiko brenda vetes, pyet veten, çfarë po kërkon? Vallë, kjo valë, ndjenjash, emocionesh,
është uria e trupit apo uria e shpirtit. Kur I japim vetes vëmendjen që meritojnë dhe trupi reagon dhe ndjesitë që trupi I shpreh, ne I kuptojmë më së miri dhe dim të veprojmë. Kur japim trupit ton, shpirtit ton, vëmendjen që ai kërkon dhe ta mirë kuptojmë dhe të stopojmë çdo ndjesi dhe të japim atij hapësirë dhe mendjes që lidhet të stopohemi dhe jo të veprojmë direkt, ne aty kuptojmë edhe valët që janë gjatë rrugëtimit tonë që na shtyjnë gjatë një urie të pakontrolluar. Aty ma besoni, ju kuptoni dhe qetësoheni, merrni frymthell dhe ndihmon dhe relakson mendjen, trupin dhe zemrën. Ndalosh nuk do të thotë që ti duhet të luftosh, por ta njohësh dhe ta përqafosh. Mos sot të ndalosh. Shiko brenda vetes, pyet veten, çfarë po kërkoj me të vërtetë? Kur unë ushqem me kujdes dhe I jap trupit qetësi, dashuri, valët brenda nesh qetësohen dhe ajo që mbetet është vetëm vedia dhe vedia kupton që ti vërtet kërkon ushqimin për trupin apo për mendjen dhe për ndjesitë tua. Pra vajza dhe gra, është shumë e rëndësishme që ne të relaksohemi, qetësohemi dhe mos të ndikohemi nga valët që na vijnë shpeshherë nga lodhja, dita e keqe, stresi, ankthi e të tjera si këto. Do e mbyll me disa fjalë. Të mësosh të ndalosh urinë e pakontrolluar, do të thotë të kuptosh trupin, zemrën, shpirtin tënd. Shpresoj t'ju kem ndihmuar sadopak dhe të keni gjetur veten në këto fjalë, kur ndonjëherë bllokohemi nga ndjesitë tona dhe konsumojmë atë çfarë ne nuk dëshironim vërtet dhe trupi jon nuk I dëshiron në ato momente. Ndaj, së bashku me këtë kontroll të urisë të pakontrolluar, ndërthuren së bashku aktiviteti fizik. Pra vajza dhe aktiviteti fizik ndihmon shumë në trupin ton, në mendjen dhe në qetësinë. Për vajzat që dëshirojnë të bëhen pjesë e grupeve të mia online, të më kontaktojnë në privat në Instagram angela.workout ose në TikTok apo dhe këtu më komentoni këtu poshtë në të video. Vajza, shpresoj t'ju kemi marrë sadopak në ndihmë dhe të keni gjetur një dritë shprehëse për këtë tematikë që ditët e sotshme rritet akoma më shumë. Ju përshëndes, pasi sot është ditë e diel dhe ju uroj të filloni javën sa më mbar dhe keni kujdes, ju mundeni në çdo gjë në këtë jetë. Mirupafshim.